Fitova lotarin $10 milion. U ktheva në Shqipëri të fëmijët e mi. Por nuk doja me ju tregu me njëherë që isha bërë milioner. Desha me pa një gjë, a më donin mu, apo parat që kisha në këtë çantë. Xha Selimi fitoi lotarin, $10 milion. I mbytur nga lotët e gëzimit, gjoja e parë që mendoi ishte t'u jepte lajmin fëmijëve. Por sa po preku telefonin, një dyshim i ftohtë i kaloi në përmend. A më duan fëmijët për ato që jam, apo vetëm për ato që kam në xhep? Ai vendosi t'i vinte në provë. Paktoi $3 milion në një çantë të thjeshtë kurbeti, veshi rrobat e tij më të vjetra e të grisura dhe u nis drejt qytetit pa lajmëruar askënd. Ai donte të shihte fytyrën e tyre të vërtet, pa shkëlqimin e Floririt. Së pari, shkoi te shtëpia e djalit të madh, Ardianit. Kur Ardiani e pa baban nga balkoni me ato rroba, u tmerrua. Ky plaku erdhi prap të na kërkoj para, i përshpëriti gruas. Thuaj që nuk jam në shtëpi. Ai u fsheh në dollap si një frikacak, ndërsa Selimi priti te porta dhe u largua me zemër të thyer. Rada ishte e mimozës. Kur ajo e pa të atin te porta, nuk e ftoi as brenda. Pse ke ardhur kështu, bab? Çfarë do mendoj burri im po të shoh si lypës? Ajo i zgjati disa lekë si t'ishte një i panjohur në rrugë dhe i kërkoi të largohej sa më shpejt. Selimi nuk i mori parat. Sytë e tij po diqnin nga dhimbja. Në fund, ai shkoi te vendi i punës i djalit të dytë, Sokolit, që punonte si mekanik. Sa po e pata atin, Sokoli la çdo gjë në dorë dhe vrapoi drejt tij me një buzëqeshje që ndriçoi gjithë oficinën. Bab, çfarë surprize! Pse rri aty? Hajde shkojmë me një herë në shtëpi. Puna nuk mbaron kurrë, por koha me ty është Flori. Qa Selimi filloi të qante, por këtë radhë nga lumturia. Ai hapi çantën e vjetër dhe i tregoi Sokolit malin me para. Biri im, ti më prite pas një kusht, kur të tjerët më mbyllën derën. Këto $3 milion janë të tuat. Ti je i vetmi që di se si nderohet prindi. Njeriu nuk njihet nga pasuria që ka, por nga mënyra se si i trajton ata që nuk i japin asgjë. Mos i harroni prindrit kur jeni mirë, sepse ishin ata që ju mbajtën kur nuk kishit asgjë. Po ju, a do t'i kalonit këtë provë të babait? Komentoni respekt nëse jeni dakord me Sokolin.